Përshëndetje, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin ton Rrëfime Jete, për të ndarë letrën e radhës. Letrën maraton në fakt që ne na mbrin në redaksin ton. Sot do të ndaj një histori të bukur dashurie, por me një fund të hidhur. Një martesë e ndaluar. Një dashuri e madhe, por martesë e ndaluar. Përshëndetje Tiranë. Unë që po shkruaj këtë letër, jam një vajzë 34 vjeçare. Nuk e besoja që nuk do të vishja fustanin e bardhë, por më shumë nuk e besoja që do të shkruaja një letër të tillë. U rita në një familje që baba im ka qenë gjithmonë vendimarrës. Edhe unë e kam duar trokitur këtë pjesën, sepse ai është baba im, është i zoti i shtëpisë. Kur mbarova shkollën e mesme, shumica e të rinjve kanë ëndra. Ashtu edhe unë kisha ëndrrën time. Dhe mendova që universitetin të ndjek për qefin tim, që unë të jem e suksesshme, sepse njeriu është i suksesshëm në gjën të cilën e bën me shpirt. Baba im vendosi një drejtim tjetër sepse ashtu deshte ai. Me patjetër që nuk mund t'ja prishja në asnjë mënyrë. Vazhdova drejtimin të cilin nuk e doja, me zor e përfundova, por në atë fakultet unë gjeta gjën më të bukur. Aty njoha të dashurin tim. Një vit më i madh se unë, njëri pozitiv, njëri me energji të mirë, njëri me karakter. Atë djale kam dashuruar që në momentin e parë. Nëse më pyesni se a është kjo dashuri me shikim të parë, unë nuk di se çfarë t'ju them. Di vetëm t'ju them që është dashuri. A me shikim të parë, me të dytë, këtë nuk e di. Kaluam momente shumë të bukura që të dy. Takime të fshehura, biseda intime, ngrohtësi shpirtërore që unë ditën e bëja natë dhe natën e bëja ditë në dhomën time. Energjia ime ndryshoi. Ky djalë mua më ktheu krejtësisht njëri tjetër. Më kujtohen me shumë nostalgji sot bisedat tona të gjata. Kënaqnim njëri tjetrin. Tregonim histori, tregonim momente, tregonim dhimbje. Ishte një dhomë e krijuar sikur të ishte një dhomë rrëfimi. Ai ndjeshte shumë i lumtur me mua, sakrifikonte gjithçka. Lërte të gjitha punët e veta vetëm për të ma kushtuar kohën mua. Që nuk duhet të harrojmë, koha është gjë e shenjtë. Bënim plane, bënim matematikat, se si do të bëhej dasma jonë, se çfarë ambienti do të kishte, se kush do të ishin mysafirët e ftuar, se çfarë feste do të bënin, çfarë fustani do të kisha unë. Fjalë që sot kur i them, më besoni, duen orë, minuta, kohë e madhe për të na dhënë energji të tillë. Energji që në fakt mua më mungon. Ditët kaluan shumë shpejt. Dhe unë vendosa që t'ia tregoj fillimisht nënës time. Nëna ime u tremb, por ajo vendosi që këtë histori t'ia tregon vëllaut,
e më pas vëllau babait. Dhe jo që kam patur lidhje dashurie, por thjesht që kam një njohje. Vëllau përzgjedhen që të flet jashtë me babin, dhe babi vjen i nevrikosur në shtëpi. Nuk më ka pyetur asnjë gjë, thjesht ka filluar të më godet si i çmendur, dhe unë, më besoni, nuk e kuptoja se çfarë po bëhet. Tani akoma ja bëj pyetjen vetes. Pse një baba duhet aq shumë ta rre fëmijën e tij, sepse fëmia ka një pëlqim. Bërtiste, ulëriste, ti nuk mundesh me atë djalë. Nuk ka shanca. E kërcënoi të dashurin tim derisa ai mendoi që ne vim nga një familje e çmendur. Pa marrë parasysh që unë i besoj që ai mua më do shumë, nga sjelljet e këtyre, nga veprimet e këtyre, nga budallalliqet e këtyre, ai e kishte patjetër që të heqë dorë nga mua, patjetër që të largohet nga mua, sepse po bëhej më e keqja e të keqes. Dhe mua kjo gjë më dhimbte shumë. Mua kjo gjë më shkatronte emocionalisht, psikologjikisht, fizikisht. Por përsëri mundohesha që ta plotësoj veten time. Sot ne të dy nuk flasim. Nuk kemi asnjë lloj kontakti. Kam dëgjuar se ai është të fejuar me dikë tjetër. Edhe pse mua më do akoma, nuk e ka guximin që të përfshihet dhe të bëhet pjesë e familjes tonë. Unë i them shpesher babit o babi më ke marrë në qafë, më ke nxirr jetën, më ke shkatruar shpirtin. Por ai nuk flet. Nuk flet. Fjalët e tij janë ti do fejohesh me atë që dua unë, jo me atë që do ti. Edhe kjo gjëja, sinqerisht, mua më djeg pak. E pyes shpesher pse babi ndodh kjo gjë. Por nuk ka përgjigje. Gjithsesi unë dua t'i them atij që unë vajza me inicialin K, apo çuçi jot që ti më thret, dije që të dua shumë, edhe qofsh i lumtur në fejesën tënde.